Kam sjell një iftar për më shumë persona, apo iftar me shumë mysafir. Kam përgatit patate dhe karrota në furrë, gjoks pule të fërguar në tigan, supë në një përgatitje shumë të mirë, salcë me mish viçi dhe këpurdra, sarma me fleta rrushi, qofte me patate dhe mish të bluar, fruta të thata dhe hurme të përgatitura në mënyra të ndryshme, parameni me suxhuk, djath, sallamë, vezë të zira dhe sallatën sezonale. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e këtij iftarit për më shumë persona apo iftar me mysafir. Në fillim nga mbrëmja merrni gjoksin e pulës të ndarë kështu në feta dhe bëni marinimin. Në fillim i hedhi hudhër, mirëpo do i hedhi hudhër të bluar, më mirë për hapet në përgjithësi për faqen. Shtoj nga pak. Tash do i shtoj veget. Dhe vegetën nduhem që ta përhapi mirë. Dhe si për vegetës, unë do ju shtoj keqap, ju mund t'i shtoni çfarë do salce që dëshironi. Varet nga dëshira juaj. Shtum nga pak. Ja jep një shije shumë të mirë keqapi apo salca, varet nga dëshira juaj. E morim një brush dhe filloj që ta përhapim kështu marinatën në për gjoksat e pulës. Keni shumë lehtë të veproni në këtë mënyrë. Dhe tash mishin do e ktheni nga ana tjetër, që dhe nga ana tjetër bëjmë marinimin. Marinimin dhe nga ana tjetër do e bëjmë në mënyrën e njëjtë. Pasi kam bërë marinimin e gjoksit pulës, e kam vendosur në një enë të gjerë dhe enën do e mbuloj kështu me një foli najloni. Dhe mishin do e lëm për gjithë natën në frigorifer. Gjoksin e pulës e kam lënë që të marinohet për gjithë natën, tash do bëj përgjinjen. Mormi një tigan të gritur kështu. Dhe në të kam shtu një lugë gjysmë gjellës me fly. Dhe ja hedhi pak vaj. Me të lyjnë bëhet shumë të mira, mund ta bëni edhe me margarin, varet nga dëshira juaj. Tash edhe i zjarrin të temperaturë mesatare e shkrim flimin gjithsa të bëhet bashkë me vajin. Gjalpi është shkri, është bë bashkë me vajin dhe është nxehur mirë, vaji dhe gjalpi. Tash fillojmë që ta kalojmë gjoksin e pulës, që ta përgojmë. Kështu. E përgojmë mirë nga të dy anët. Në fillim përgojmë nga njëra anë për 5 minuta, më pas e kthejmë nga ana tjetër. Mishi është përguar nga njëra anë, tash e kthejmë nga ana tjetër. Dhe nga ana tjetër do e përgojmë kështu me të njëjtën mënyrë. Mishi është përguar dhe nga ana tjetër, tash e largojmë nga tigani. Kalojmë në një pjatë, në cilën kam shtruar të thellë kuzhine, një përdorim që i largohet vaji tepër. Në këtë mënyrë vazhdojmë me përgimin e gjithë mishit. Kështu duke skuqur mirë nga të dy anët. Për këtë iftar do përgates dhe sarma me fleta rrushi apo ndryshe siç njihen japra. Filloj me përgatitjen. Në një tigan kështu shtoj 2 qep mesatare të cilat i kam bërë në rende. Sa më imët që jenë të bluar, aq më mirë të jetë. Këto lloje të sarmave dojnë qep më shumë se kur të përgatisim sarma me fleta lakre.
Ta shtojmë pak vaj, dikon rreth 50 ml. Dhe i zjarrin dhe në temperaturë mesatare i fërgojmë qepët, kështu duke i përzirë dikon për 10 minuta, derisa të zbuten mirë qepët. Shtoj orizin, këtu kam një gotë me oriz, gota 200 ml, të cilën e kam larë dhe e kam pastru mirë, e kam kullu kështu në një kullujse, tash e shtoj tek qepët, ashtu dhe ja shtoj dhe mishin, kam 300 gram me mish. E shtoj, është i ngrirë mirë, por nuk do ketë problem. E shtoj kështu, gjatë fërgimit do shkrihet mishi dhe e fërgojmë kështu dhe për 10 minuta tjera. Kam fërguar derisa mishit ju ka larguar ngjyra e kuqe. Tash ja shtoj një domate të coptuar, një domate mesatare. Ja shtoj melmezat, një lugë djelle me veget, një lugë djelle me biber të koq, pak biber të zi, hudhër të bluar dhe oregano. Shtojmë gjysmë paketini me fant për sarme dhe lëngun e një limoni. Tash përsëri masën e përzim rreth 5 minuta, kështu e fërgojmë duke e përzije. Kam fërguar masën për 5 minuta, tash e fiki zjarrin dhe ja shtoj një tub me magdanos të coptuar. Kështu, vetëm tek zjarri i nxehtë i fikur e përzi masën për disa sekonda. Magdanosi jep një shije shumë të mirë sarmave. Dhe masa është gati që të largohet nga zjarri. Gjethet e rrushit janë zbutur mirë tek uji i voli nxehtë, tash i kemi kullu, ja kemi largu ujin dhe fillojmë që të bëjmë mbushjen. Marrim kështu një nga një fletat e rrushit, i vendosim në tavolinë apo në një pjatë të rrash që më letë ta bëjmë rokollisjen, prerjet e gjetheve të rrushit, këto damart apo si t'ju themi duhet që të vendosen nga ana e mbushjes. Tash marrim nga mbushja dhe ja kalojmë në mes. Me siguri shumica nga ju e dinë se si bëhet mbushja e sarmëve, mirë po unë kam patjetër që ta demonstroj për shkak të fillestarëve që janë në kuzhinë, të cilat më ndjekin vazhdimisht. Kështu e bëjmë në formë të zgjatën mbushjen dhe fillojmë që të bëjmë rokollisje. Në fillim marrim dhe bëjmë rolle nga pjesa nga lart, tash bëjmë ansorët, palosin dhe fillojmë që ta bëjmë rokollisjen. Ta bëjmë në formë të një cigare. Kështu. Pure cigare. Ja si duket, vërtet ka dalë shumë mirë. Në këtë mënyrë vazhdojmë tutje me gjithë fletat e rrushit, duke i vendosur prerjet nga ana e mbushjes, duke i mbush me mbushje, duke i rokollis. Kështu me anë të një lugë gjelle vendosim. Një lugë gjelle është mjaftueshëm për secilën sarme. Kështu në këtë mënyrë vazhdojmë tutje me të gjitha. Që tash do i kaloj në një tepsi apo një tavë. Unë kam zgjedh një tavë, më të mira do bëhen që t'i vendosi përpjekje, mirë po në fund të tavës do vendosi kështu fleta rrushi. I kam vendosur në fund të tepsisë fleta rrushi, tash marr dhe bëj renditjen e sarmave. Kështu. Në tepsi. Gjithë sarmat i kam renditur në tavë, tash ja shtoj 600 ml me jogurt. Jogurtit mund t'i shtoni edhe krep. Marrim përsëri fleta rrushi dhe vendosim mbi dhalltin, kështu, po mbi sarmët.
Dhe si për fletave, vendosi një letër përpjekje, cilën e kam lagur me ujë. Mirë po letrën përpjekje, mundohem që ta vendosi në brendësi të tavës, mos dale jashtë tavës, sepse gjatë pjekjes formohet avull tek letra dhe bjen në shporet dhe shporetin e bën të ndyer. Dhe sarma ta shifos në pjekje, kam nxe furrën në 250 gradë dhe në atë temperaturë do i pjeki për 40-50 minuta. Derisa sarmët janë në furrë, ne përgatisim mishin me salcën. Tu kam 1 kilogram e gjysmë me mish viçi tul kështu, e hedhi në tenxhere dhe shtoj ujë. Ujë shtoj gjeri sa ta mbuloja nivelin e mishit. Pasi kam shtu ujë në tenxhere, tenxherës ja vendosi kapakun dhe i zjarrin në temperaturë mesatare mishit ja jap një val. Mishi ka marrë një val, tash ja largoj nga ujin e parë. Ja kam larguar ujin, tash ja shtoj një lugë gjelle me vegetë dhe përsëri tenxherën e mbushi me ujë derisa të mbulohet niveli i mishit. Kam mbushur tenxherën përsëri me ujë, ja vendosi kapakun dhe lo një vrim kaloj avi dhe i zjarrin në temperaturë mesatare zi mishin mirë. Për një orë e 20 minuta e provoni sa është zirë. Qofse është mish lopi, ju nevojitet një kohë pak më e gjatë për zirje, gjatë kohës së zirjes shtoni ujë qofse ka nevojë. Mishi është zier, e kam lënë që të zihet për 1 orë e 10 minuta, gjatë zirjes i kam shtu pak ujë dhe është gati të largohet nga zjarri. Pasi e kam largu tenxherën nga zjarri, marr mishin dhe e largoj kështu nga tenxherja. Dhe mishin e lajmë që të ftohet mirë, kurse lëngun e mishit dhe kulloj. Mishi është ftohur, tash marrim dhe ndajmë në feta të holla. Marrim një thikë të mret dhe fillojmë që ta ndajmë në feta të holla. Kështu mundohem që t'ja jap formën e një katrore secilës fetë. Ja pra në këtë mënyrë. Mënyrën e njëjtë dhe vazhdojmë tukje me gjithë mishin. Mishin e viçit e kam prerë kështu në fileta të holla, tash përgatis salcën. Mishi i viçit është bërë shumë i mirë sepse është me kualitet cilësor. Mish, nëse doni me kualitet cilësor, mund të gjeni në rrethinën e Kumanovës tek mishtoria Shaqo. Tash në tenxhere shtojmë 800 ml me lëng të mishit, cilin e kam kulluar. Shtojmë 200 ml me ujë të kripur apo hoplla. Ja shtojmë një katrore të supave, kështu supave të gaç. Tash marrim një tel kuzhine dhe e përzim mirë masën. Kështu. Dhe i zjarrim në temperaturë mesatare e lëmë që të vlojë masa. Sa lëngu të vlojë, ne përgatisim masën që do ja hedhim lëngut për trashje. Këtu kam 2 lugë e gjysmë gjellës me një shese, ja shtoj 150 ml me ujë dhe përzi mirë masën që mos ngele tokta. Kam përzier mirë masën dhe lëngu ka filluar që të vlojë. Tek masa shtojmë një lugë të mesme të mbushur plot me vegetë. Pasi kocka e supës ka pas vegetë, nuk do hedhi shumë, ju do shtoni sipas dëshirës, një lugë të mesme me biber të koq dhe përsëri e përzi masën kështu mirë. Dhe këtë masë me një sheste do e shtoj tek lëngu në tenxhere. E përzi masën. Ja shtojmë tash 2 lugë gjelle me pasta domatesh, nga jo e trasha. Qofse s'u gjeni nga e trasha, mund t'i shtoni nga ato të lëngshme,
Po nëse nuk gjeni dhe nga ato të lëndshmet, mund t'ja shtreni një domate, ta bëni në blender dhe t'ja shtoni masës. Përsëri e përzi. Vërtet është një salcë shumë e mirë, ja vlet me provu. Ta shtojna mishin e prerë në feta. Shtojnë 200 gram në këpurdra të marinuara dhe masën e përzi mirë. Kam përzier mirë masën. Tash tenxherës ja vendosi kafakun, la një vrim kështu dhe uli temperaturën në stolpës të mesme dhe masën do e zi për 20-25 minuta, her pas here bëj përzierje. Pas 20 minutave zirje, salca është gati, largohet nga zjarri, është trash mjaftueshëm, po një aromë shumë të mirë, tash e largojna nga zjarri. Filloj me përgatitjen e qoftëve me patate. Fillimisht morim 2 patatet mëdha dhe i zi. Mirë po me rëndësi është që t'i zi me lëvore. I kalojmë kështu me një enë të madhe, ja kam largu lëvorën. Do i ndoj pak në pjesë më të vogla, kështu që më lehtë bëj shtypjen. Marr një shtypse patatësh dhe i shtypi patatet mirë. Kam bërë shtypjen e patatëve, tash ja shtoj 400 gram me mish të bluar. Shtoj një vezë. Gjysmë tube me magdanoz të coptuar. 5 lugë gjelle me miell. Një qelë të bluar në blender. Shtojna dhe melmeza, një lugë gjelle me biber të kuq, një lugë gjelle me veget, gjysmë lugë të mesme me biber të zi dhe pak hudhër të bluar. Dhe tash masën e punoj mirë me dorë. Sa më shumë që të punohet masa, aq më të mira të dalin qoftët. Mundohem që ta përzi dikon për 10 deri 15 minuta. Kam punuar brumin mirë, tash në një enë kam hedh pak vaj dhe i bëj duart me vaj dhe filloj që t'ja jap formën qoftëve. Kështu duart nëse i bëj me vaj, shumë lehtë ja japin formën. Mund t'i bëni në çfarë do forma, trumbullakta, gjata, më të mëdha, më të vogla, mund t'i bëj në këtë masi. Besoj se është mjaftueshëm. Dhe tash i kaloj në një tepsi, kam hedh miell dhe i rrokollez kështu në mijë. Mënyrën e njëjtë vazhdoj me gjithë brumin duke ja dhënë formën qoftëve. Qoftëve ju kam dhënë formën, tash marrim një tigan të llojit që nuk nxeh dhe në të hedhim vaj, dikon rreth 100 ml. Dhe i zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare nxehim vajin. Vaji është nxehur mirë, tash ulim temperaturën mes stoltës dhe të mesmës dhe fillojmë që t'i fërgojmë qoftët. Kështu nuk guxojmë në temperaturë të lartë i bëjmë përgimin, por temperatura duhet të jetë mes stoltës dhe të mesmës. I fërgojmë kështu nga të dy anët, nga 3-4 minuta nga njëra anë, nëse ka nevojë i lojmë që të fërgohen dhe më gjatë. Me shumë kujdes i vendosi në tigan që mos t'ja prishi formën. Dhe tash do i fërgoj nga kjo anë dhe më pas do i kthej nga ana tjetër. Janë skuqur mirë nga njëra anë, tash i kthejna nga ana tjetër dhe nga ana tjetër mundohem që t'i skuqim në këtë mënyrë
i kam përgu nga kjo anë për 5 minuta. Kështu dhe nga ana tjetër do i përkoj për 5 minuta. Qoftët janë skuqur mirë nga të dy anët, tash i kaloj në një pjatë në të cilën kam shtru peceta kuzhine, një përdorishe, ju largohet roji tepër. Kështu i kaloj të gjitha një nga një. Pas i kam përgatitur 3 lloje të mishit, atëherë do i shoqëroj kështu me patate të pjekura. Filloj me përgatitjen. Kam marrë 1 kilogram e gjysmë me patate bebe nga të voglat dhe i kam prek kështu vetëm nga pak secilën. Ja shtoj 500 gram me karrota të cilat i kam larë, i kam largu lëvorën dhe i kam prek kështu në pjesë të gjata. I hedhi në për patate, kështu mundohem që t'i përzi. Përgatitja është shumë e thjeshtë, e lehtë, nuk ju marrin shumë kohë, do i keni gati vetëm për 40 minuta. Tash në enë kam hedhë dikon rreth 90 ml me vaj, ja shtoj një lugë gjelle me vege, domethënë jam duke përgatitur marinatën, një lugë e gjysmë të mesme me biber të kuq dhe një lugë të mesme me oregano. Tash masën vetëm se e përzi mirë e mirë. Dhe filloj të bëj lyrjen, mundohem çdo pjesë të patatëve dhe të karrotat të bëj me marinat, kështu në anë të një brushe dhe keni shumë lehtë që të veproni. Si mbuloj kështu me foli alumini, tepsinë e mbuloj. Mundohem gjithë tepsinë ta mbuloj mirë e mirë. Tepsinë ku ndodhet patatët e kam mbuluar me një foli alumini dhe tash do e vendosi në pjekje në furrë nxehtë 250 gradë për gjysmë ore. Dhe më pas dhe ja largoj folion dhe do e lëm kështu për 5-6 minuta. Si parameni për këtë iftar do përgatis, kështu kam marrë gjatë, kashkavall, sallam, suxhuk, timosur, ulli, vezë dhe do i rendis kështu në një pjatë bukur. Filloj me përgatitjen, këto janë të prera, sallama dhe suxhuku i timosur në përpeta të holla. Tash morim na duket një gojë dhe fillojmë që sallamën kështu ta vendosim për rreth kokës. Kështu në këtë mënyrë bëjmë servimin e gjithë përbërësve. Përgatisin supën, unë jam duke përgatit me përmasa më të mëdha, andaj jam duke shtu 2 lugë gjelle me margarin, ma një tenxhere kështu më të madhe, dhe i zjarrin dhe në temperaturë mesatare shkrinj margarinin plotësisht. Kam shkrinjer gjalpin plotësisht, tash ja shtoj 2 karrota të bëra në rende, kështu të coptuara shumimët, dhe ja shtoj një lugë e gjysmë gjellës me miell dhe masën e përzim kështu rreth 1 minuti. Temperatura është mesatare. Kam përzi masën për 1 minutë
Ta shtojna dikun gjysmë gotë të çajit me makarona të vogla, cilat janë enkas për supa. Përsëri e përziej dhe për 1 minutë tjetër. Kam përzier mirë masën, tash ja shtojna një lukmes me biber të kuq dhe ulim temperaturën në minimale dhe përgojmë vetëm se për disa sekonda, shumë shkurt, dhe ja shtojmë tash ulim temperaturën sepse nga cilësia e madhe do të ketë që t'ja hidhim një impresion të madh dhe do dalë masa nga emra. Shtojna 1 litër me lëng mishi viçit. Gjithashtu do ja shtoj dhe 500 ml me ujë. Dhe rris temperaturën në të mesme dhe e lëm kështu që masa të vlojë. Masa ka fillu që të vlojë, tash ja shtojna 2 paketime me supë. Një nga kjo e lopës dhe një nga supë gjelje. Do bëhet një kombinim shijeve. Shtojmë kështu. Viget nuk ka nevojë që t'i hedhim, pasi supat e gatshme kanë mjaftueshëm. E përziej masën mirë. Tenxherës ja vendosi kapakun dhe lëm kështu një vri, kaloi javë dhe masën e zi në temperaturë mes pultës dhe të mesmes rreth 15 minuta. Besoj se u ka pëlqyer motra të dashura mënyra se si kam përgatitur këtë iftar për më shumë persona apo iftar me mysafir, gjithë ju që përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, mirëmbajtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.